Çmimet e frutave dhe perimeve në tregun e Gjakovës vazhdojnë të lëvizin çdo ditë, ku disa produkte kanë shënuar rritje e disa të tjera ulje. Ekipi i televizionit Syri ka qëndruar sot në terren për të parë nga afër situatën në tregjet e qytetit dhe për të kuptuar se si po ndikojnë këto ndryshime tek qytetarët dhe tregtarët. Në një nga tregjet e qytetit, tregtarët thonë se çmimet varen nga furnizimi, sezona dhe importi i produkteve. Sezona dimrore që u kon ka pas çmime më të mëdha, plus edhe ngushtica, këto thënë të tjera, kanë hyrë çmimet më të mëdha puna naftës, po tash janë ardhur çmimet e Shqipërisë. Tash prodhimet shqiptare janë domatja, tranguj vendor, kanë rëmja shumë të mëdha. Pi shifrave që janë kon për shembull 70%, tash janë rënë 40-50% më lirë. Mirë është tash se dikush kush ka pas mundësi për mi morë për shembull 2 kg domate, tash i merr 4 kg domate. Dhe maksimumi më i lartë është. Se minimumi e kon dimror, tash maksimumi më shumë ka veror. Qytetarët thonë se dallimet në çmime vërehen nga një treg në tjetrin. Në përgjithësi çmimet janë e rritura në krahasim me përpara që ka qenë. Me është një ngarkesë e madhe mjaft për popullatën. Këtu te Alia ka një farë ndryshimi këtu janë pakës çmimet më të lira se në për tjera vende. Mirë, por në përgjithësi çmimet janë të rritura, ngarkesë e madhe me këto të ardhuna, me këtë gjendje materiale është ngarkesë. Për shkak të çmimeve më të favorshme, në tregun e Gjakovës vijnë për blerje edhe qytetarë nga komunat përreth. Malli është i freskët, është i mirë. Unë e bëj një krahazim me Unikën, po me shumë vende tjera kështu, në çmim këtu është një 40-50% më lirë sa në për vende tjera. Kësë është një malli freskët që e bjen çdo mëngjes kështu. Tregjet tjera është shumë shtrejta, shumë shtrejta. E mbaroj në Unikun, do të jemi Unikut. Çmimet janë shumë të larta, shumë të larta. A vjen enkas domethënë këtu? Unë vi enkas për Unikë këtu i marr. Rregullisht. Jesh do ja për 2-3 javë javë marr këtu mall. Sipas të dhënave të Agjencisë të Statistikave të Kosovës, çmimet e ushqimeve kanë vazhduar të kenë luhatje gjatë muajve të fundit, ndërsa pemët dhe perimet mbeten ndër produktet me ndryshimet më të shpeshta sezonale.